në audiencë. Ke ata të tretët. E kupton? Po. Ke ata që e përfitojnë këtë gjë, merret e filxhonin. Qysha? Kush e ka lënë këtu? Kush e di? E kupton Randin, kjo është pjesa që ti nuk duhet ta harrosh. Domethënë ti mos i mbush mendjen asaj. Jo, a që kisha unë. Po, s'ka për çaj mbush mendjen unë masaj. Po jo, më jo, nuk ta Tani? thash për këtë, po erdhi muhabeti. E pra, Erdhi muhabeti dhe unë po ta them ta kesh parasysh që një fjalë e sigurt, e kupton, e çarmatos tjetrin. Dhe lene të llakarisi sa të doj. po, tashi. E kupton, po tash kështu ke thonë gjithmonë. Po jo, po kam lënë edhe pastaj kam me eshtur dhe kanë ardhur vetë me një tjetër mënyrë. Okej. Po s'kemi çfarë bëjmë, do flasim prapë. Okej, dakor. Nuk bëra unë këtë gjë me Antuelin apo me Frederikën. Që akuzuan që më the ti që unë ndërkohë të thash Erando dhe ti mos më thoje, unë do ta bëja vetë këtë kaq këtë lloj rrobë. Të njëjtën që s'po bën me Esterin, si s'pranova sot. Vetëm për sot e ke apo gjithë javën? Ju thash edhe në televizion, mos ju vi tash kështu tash unë, po unë kam atë time sepse kështu është sjell ndaj meje, kështu ma ka bërë. Javën e parë e kam ndihmuar, mendoja si për gocat e mia, me thënë të drejtën. Që fund jam s'jam mama këtu. Apo jo? Po, Tash absolutisht. e vogël, ta ndihmoj t'i japi një dorë. Dhe ku erdhi pra e mje mban mend që tha për mua është më debile. Po, Që ndërkohë mua më kishte thënë bravo të qoftë, që si e ktheu pllakën. Ku ishe ti bashkë me të aty, ke njëshi. Bravo të qoftë Elinar, tha, këtë radhë për Zotin, tha, për kur po të më pyesin, ma bëri dhe kështu, më bëri dhe këtë loj. Do të them më që Elinar ka punuar më shumë se gjithë, është s'ke nevojë fare, thash ta thuash këtë gjë. Dhe kur erdhi prani, e ndryshoi komplet gjën. Iku kjo. Iku një herë kërë efemere, e ndihmova pra mas, e ndihmova dhe këtë radhë. Filloi abuzimi. Bëj këtë, shko aty, ikët juve atje. Më torturuan mua këta, le frigoriferin, bëj këtë, plus punëve të tjera, bëj këtë, bëj atë, bëj këtë, bëj këtë, bëj këtë. Edhe në këtë asaj normal, se kupton atë mënyrën ku ta bën enkas. Përveç se e bën enkas, shikoja që flisni edhe me njëri tjetër. E ndjen atë kur është një lloj sarkazme. Jam po normal e ndjem pra. e ndjen. Gjoqë, edhe okej. Thotë që e gjove që i thash, ja i thash, nuk bëj, ja si she ti. Kur i thash, kur zjava për pja kafen, thash, po të duash, për ke kafshë, më ke gati. Në shtëpi nuk të bëj asnjë. Se jo, tha, s'ke për ke kafshë, se vendos ju. Dhe i tha Andreas, edhe këtu ju vejni pushim. Ma bëri për, akoma më keq, domethënë. Dhe pushon. Tash, okej, tash ti e di, tash, po unë nuk të bëj asnjë gjë. S'marr pjesë ka asnjë gjë. Po drejt pse s'erdhe me hëngër. Po unë hangra, gjithë Po visha për knajsi. Nuk e kisha për ty, mos u ofero. Po e morë, jo më s'ka lidhje, po Nuk ka shu, e pjatë nuk kemi për la vetë, që mos të thonë për ju laj pjata dhe robat e mia do t'i laj vetë ku t'marrë këta, që mos të thonë ma i lave robat, e po këshu. Por një lloj revolte, ka që asaj e kam bëj enkas. Sepse nuk e meriton të edhe këshu, dhe nuk e meritoj as neve nuk e meriton që të bëhen këtu jepu kaq punë këtyre, e kaq. E kaq punë atyre, e kupton? e kujt është kjo? Nuk e kam ide. Se të gjitha gjërat, Ta marrim këtë? po pse ta marrin? S'më intereson mua jo. Po me që e gjetëm këtu. Ah, Se kështu që e ka këtu, kur e gjen, e merr. po tamam. Se mos harro që edhe veprimet e këtyre shifen jashtë. Kur i bën ato hilet me... Patjetër. Kurse unë të paktën kam gjetur të bëj një lloj patje. Për këtë jam konsciente. Gati një ide në fund, do thua ti që do fitosh me këtë, po këtë do këtë thua. Jo më shumë mirë, unë atë dua, e kupton, po dhe si ty, si mu, po të bëjnë dhe një dy tjerë, e kupton, kjo gjë, pastaj shkohet me të mirë, drejt
gjonave, jo me të keq. Puna është që një i zgjuar në mes të budallëve është budallai më i madh. Ka problem. Mirë. Po të jetë puna kështu, atëherë të vendohen të lobojnë për këto lloj kategorie, që i duhen dhe jashtë, to me lëpirësa, me tredarak, me kështu. Okej, që temë. Jo, okej, ashtu është pse unë po them të kundërtën. Unë po them të kundërtën. Pse unë po them këtë gjë. E kam fjalën. Me që të thua që një zimën që me disë... Mi pa, kështu është realiteti. Ju pëlqen këtyre ta mendon ashtu, pun për ta. Unë nuk do turem o burrat brëras budallin. Apo jo? Mirë. Kur budallëjt janë shumë, duhet bësh gjysë budallajn. Jo, unë të lejoj të më marrësh. Jo, atë... Budalle deri në një farë pike, le të kujtosh se jam ashtu. Sepse kam qef të dali karakteri yt në pa. Po, e marrë vesh. E marrë vesh, po duke e leju, budalliku është aq i madh, e kupton sa dukesh ti budallaj. S'ka gjë. Kjo është problem. Budalla se bëra i shërbeva, bëra punët, bëra këtë dhe prap dola kështu tani ata shkojnë në rolin e asaj e këtyre që bëjnë këta, kështu që s'bën asgjë. Dardana mori një atlete. Që atlete? Të larë. Dana! Të kuqe, që ngjyresh? Dana! Që ngjyresh atlete? është me këto shqipe, qarë. A, po mirë, lene. Shishi si uli kokën. E Big Bastës është. Nuk është për ty. është për... Shëllarë, po. Jo. E Big Bastës. Po pra, prandaj gjithë kohës ky thotë është shumë lartë. Është shumë lartë. Okej. Për qa janë shumë lartë? Devi, ku i kam bërtur dhe unë? Që pavarësisht se në fillim e kam kuptuar që është dina, është kështu është. Ama, nëse më mblidhen situata se u mblodhe, ajo me yllin që bën të ke sfida që ishim ne që... Po. Edhe e mohoj, jo nuk ta kam bërë ty, ja kam bërë për Erandi, po ti s'preke Erandi, më preke mua. Tani se të hedhe hisyve, e kupton? Po pra, sepse a shumë mendojnë që dhe me këta, me këtë lloj njeriu, flitet vetëm i thuhet një llave si avar mo, edhe do të vika mbrapa. E kupton? Ashtu kam bërë edhe herë e parë. Atë dritën u qel kur... Ama i kisha thënë, ta jap një herë, besim ja dhe 2 herë, pastaj mos prit më. Po që besim dhe japësh këtu ama. Besimin. Për sa kohë, tu tani do ju flasësh, po mos prit më të kem respekt për ty edhe të kem konsiderat. Shiko, të gjithë e shohin si lojë. E luajnë si lojë dhe pastaj kur kalon në personale, din të ndajnë vetëm kur e kanë vetë lojë. Po. Kurse, unë mendoj që duhet me qenë gjithmonë ashtu. Dhe mos mos merë zjarë, kaq të duhet. Okej, po. Vetëm kaq të duhet, për kaq gjë, e kupton ti shqetëson veten tate. Asnjë tjetër dhe tjerët qeshin, sepse deri aty kuptojnë. Kaq. Për ne them, e thua një fjalë, po mirë, shumë mirë. Jo ta provosh, po ta thush fjalën tate, sepse e ke shumë të saktë logjikën. Po mënyra e përcjelljes
E kupton? Bën rikoshet rrugës, e kupton ti, thotë ja, sepse ajo aty që ishte atje, jo, jemi këtu herë, mas ne aty. Po, pra. Ashtu. Çdo gjë ka step by step. Ma more, po, e pive ti, jo, si se pive. Ku e more, e gjeta se ishte aty. Që momenti që thotë e gjeta, aty duhet u nguqe. Do më thënë, ti e pe gjithë gurgulen që u bë, edhe nuk se e ka marru. Okej. Nuk më thoshe do të pa dashje e bërë. Po, pra, po ike nga ky Do t'i argument. thosha të bëf të mirë, ja, thash. Ike nga ky argument. Po sa e du t'ja them këtë gjallë më asaj. Ore, Ajo ato... filloj pastaj, po Po, kush e pra, di, po, pra. Po pra, se thon kush je ti edhe ti thu. Po, sepse un jam, sepse kush je ti edhe Jo, fillon unë s'po tregoja- degradon logjika. Nuk duhet ta lesh logjikën të degradoj. Ti ke një arsye që e bën atë gjën. Okej. Ec. Aty ngulu. Do uj, më fal. Do uj Po, për tjerë. duj. Shpyt ndrojt e që dhe këto, të jam bo për t'u larë. Do në i kafe në një gjë? Unë, po e bëre mirë, Po, e ta bëra bëj. një kafe që parë dhe i hodha kripe, hodha. Mirë, unë po të bëj kafen, ti me rujtin. Të vogël. O, bo. O, lëre se do ikim ke kafshat.